jonë dhe drejtësi, po të japim si Evropë, duhet të flasim të gjithë bashkë, duhet të jemi të bëhemi Evropë e Bashkuar dhe një Evropë federale, të arrijmë në një nivel që të jemi si Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po ju pra se ju po kërkoni të drejtat e minoritetit grek këtu, apo jo? Tash kur ju pëlqen flisni si grek dhe kur ju pëlqen flisni si përfaqësuesi i Evropës, ju po kërkoni të drejtat e minoritetit grek. Tani në kuadër të drejtave të njerëzit, dhe unë për këtë po flas. A duhet ta njohë Greqia që ka bërë gjenocid ndaj shqiptarëve aty në kuadër të drejtave të njerëzit? Meqense është shtet antar i Bashkimit Evropian, aderon në gjitha këto mekanizmat e të drejtave të njerëzit, shumë dakord. Pse nuk e pranon si çështje në tavolinë? Kjo është një çështje e madhe për ne shqiptarët. Nuk është lëvizje popullsie gjerman nga Çekia dhe çek nga Gjermania, apo jo? Sigurisht të gjitha ata nuk asnjëri nga këto që u thash nuk ka ikur me dëshirën e vet. Lufta krijon pasoja. Dhe qytetarët që janë shpërngulur nga Greqia janë si pasojë e një ngërçi luftarak. Nuk ishim në një çështje paqeje dhe dikush i doqi. Pra kishim një lufta krijon pasoja. Në gjitha Evropën, po them, janë shpërngulur miliona njerëz në luftën e dytë botërore. Lufta ishte midis Gjermanisë, Francës, Italisë, Anglisë dhe këta sot janë në të njëjtin bashkim, në Bashkimin Evropian. Ky duhet të jetë synimi im. Këtë po them, sa herë që të më pyesin do të them të njëjtën gjë. Okej. Zekthi. Un kam para se të bëj dy pyetje të fundit. Shumë me zotin Beleri kam qenë herë në debat edhe ku unë hyte ata njerëz që kam thënë që ai do duhet betohej si kryetar bashkie. Po. Pra mendova që pavarësisht që unë kam pikpamje ndryshme nga zoti Beleri, aty u thynje drejtje. Por vere me keqardhje të madhe që zoti Beleri nuk flet si një politikan i cili është shtetas shqiptar, ka jetuar në Shqipëri, ka garuar për zyrë Shqipëri, por flet si politikan ka të ekstremist grek. Pse ku është ekstremizmi? Po ja, për shembull, bën politikë mbi thashë theme, thotë u prish marrëveshja e detit ndërhyj shtet tjetër. Pse tash? Marrëveshja e detit u prish se gjërat kështu në Shqipëri se rrezoi. Pra një politikan nuk e lejohet të bëjë politikë me thashë theme, sepse fut spica, fut sherrë. Ishte për ligjin e luftës në fakt ajo pyetje. Po, shiko. Ai tha ligji luzu prish sepse ndodhi prisha e marrëveshjes detit. Marrëveshja e detit u prish sepse ndryshoi shtet tjetër. Pra gjëja e parë, gjëja e dytë, zoti Beleri përdori një gjuhë komplet papranueshme, thotë kemi 3 bashki në Shqipëri ku ka shumicë minoritet grek. Ne kemi rënë dakord botërisht dhe dim gjithë botërisht që këtu kemi 2 bashki minoritet grek. Pra zonat e Drodhë dhe zonat e Finikit nuk ka këtu pra ai nuk kupton Himaran. Himara nuk është një zonë ku ka minoritet grek në shumicë. Madje shumicën tonë shqiptarëve, shumicën e botës që e di atë vend, e di atje nuk ka minoritet grek. Është një komunitet bilingual shqiptar që një pjesë e tyre flasin dhe greqisht. Megjithatë, ky përdor qartësisht. Gjithashtu ky Beleri i ka frikë këtij kavallit të një lloj persekucioni që i bën vetëm Shqipëria minoritetit grek. Ky ka jetuar këtu, ky e di shumë mirë që nuk e persekuton njëri në Shqipëri minoritetin grek. Unë kam student që vjen minoritetit grek dhe i du po i lloj si shqiptarët. Në spital as i mjek shqiptar nuk trajton keq një pacient grek. As i polic shqiptar, si qytetar shqiptar nuk i trajton keq një ku diun hallëxhi që mund të jetë nga Greqia apo më fal nga minoriteti grek, ndërkohë ku diun. Pra, ose çështja e pronave. Nuk trajtohen më keq minoritarët grekë sa shqiptarët. Edhe ne villemi, edhe në Shkodër villen, ne Lezhë villen dhe në Himar. Pra, pse i fryn ky këtij kavalli? Pse nuk shërben ky? Pra, e kam pyetur në Zobleri. Pse nuk shërbeni juve? Një lloj fryme tjetër. Pra, më pacifiste, më bashkëpunuese, që të bëni me më përbashkuese. Të bëni një burrë zotëdia dhe thimin e parla, dole joni që megjithatë është politikan që di me dashkët vend, di me dashkët vendin që mendon që është vendi, po themi, ku diun, i parëve të tij, ku diun Greqia. Pra, nuk e kuptoj pse ky është shumë radikal edhe se sa disa qarje të politikës greke. Se kuptoj pse. Ja t'japi një përgjigje. Ajo tema që ka qenë në një rast ka qenë në krah të zotit Sëdhajës në Himar, aty është folur për vetvendosje. Ky duhet të jeti pa edhe ç'është nuk ka vetvendosje këtu. E kemi vendosur herë. Shqipëria është kjo që është dhe jemi të gjithë komë i pavarur. Prandaj thash për pretendime territoriale se aty do të çon vendosje. Ja t'japi një përgjigje zoti Beleri për këtë që tha Zekthi. Atë duhet ta falenderoj zotin Zekthi për mbështetjen e tij kur isha në Burg dhe qendrimin që kishte bërë. Ka qenë publike ju e keni parë ndoshta. Unë kam parë se kisha kohë ndikja televizore, atë kisha shumë kohë në Burg dhe ndikja. Dua të them zoti Zekthi se tha dy të pavërteta. Që në krah të Miçotakit fola për vetvendosin.
vetë deklarimi është gjë tjetër dhe vetë vendosja është gjë tjetër. Tash u bë debat për kthimin zoti Beleri, po shumica atyre që kuptojnë Greqinë sa u folur vetë vendosje, megjithatë është debat. Nuk e di kush Kufit e Shqipërisë janë të paprekshme. Sot Bashkia e Marë është pjesë e territorit të Republikës së Shqipërisë, atje jetojnë antarë të minoritetit grek, duhet të deklarojnë si duan ata. Jam i gëzuar që mendoni kështu që janë të paprekshëm dhe nuk është folur vetë vendosje, por në atë kohë u bë debate dhe ju ose kemi qenë bashkë në një debat edhe për ju dhe të tjerë, thanë që jo është çështë përkthimi, po Ishim në debate o Shkjarova dhe atëri. Vetë deklarimi është një detyrim i Shqipërisë në kuadër të ratifikimit të Konventës Kuadër, që çdo shteti shqiptar ka të drejtë të deklarojë etninë e vet. Ka dhe ligj të shtetit shqiptar për mbrojtjen e pakicave 2017 që na jep të drejtë. Unë dua të them që secili duhet të deklarohet grek. Duhet të them edhe një shembull tjetër. Zoti Tavo deklaron që është grek dhe dy prindërit e tij janë grek. Unë deklarojmë grek. Zoti Gjikuria, kandidati përballë Zotit Tavo, është grek. Mund të më thoni pse ata shqiptarët e Marës votojnë grek për kryetar bashkie? Shko, tani ju e dini shumë që votimet kanë 100.000 specifika dhe mos i ndajmë kështu gjëra. Atëre jo, dua të them, thashë themi që janë bashkim me dy partitë e mëdha. Nuk janë kandidatë të pavarur që vinë vetëm nga minoriteti. Mirë, interesante pyetja gjithsesi, qëndron. Po se kanë mbështetjen e PD-s ose të PS-s pra. Janë me logon, Zoti Tavo është me logon e PS-s. Okej. Se skandidojnë një tjetër. Zoti Tavo nuk ka thënë kur një Mara është i bashkim me shumicë greke. Se nuk kandidojnë një bashkëshortar tjetër, thotë. Shko, Beleri është politikani tipik që i fryn shumë kavallit të linjave më të ashpra të politikës së Greqisë. Ja të mbaroj, se është dhe në Skype online. Zoti Zekthi nuk i fri kavallit. Unë kam mik, kam njerëz, kam jetuar atje, kam marrë votat e shqiptarëve dhe respektoj dhe duhet të dyni të pyesin dhe shqiptarët jashtë paneleve, nëse Zoti Beleri frin kavallit apo jo. Nuk e fri kavallit. Unë kam jetuar gjysmën e jetës time atje. Unë kam atje tani që flasim, kam pasuri, kam të drejta. Nuk thash kur që marrëdhënia me dy popujve, dy bashkësive ka qenë problematike. Them që qeveria shqiptare, pikërisht qeveria e sotme, ka probleme. Është e vërtet që nuk ishte gjithë çështja e pronave këtu 70 vjet, por nuk në ishin vjedhur prona. Duhet të pyesin të gjithë mariotët, dhe ata që votojnë Partinë Socialiste dhe opozitarët. Kanë të gjithë të njëjtin mendim me mua. Sa për Po mirë, zoti Beleri, po atëherë kur ju ishit në lëvizjen separatiste të Vori Epirit, Rama ishte në pushtet apo jo? Tani qa lidhje ka kjo me qeverinë Rama, me qeverinë Berisha? Kjo është marrëdhënia që ju keni me shtetin shqiptar, nuk ka lidhje qeveria Rama, mos u fshihni pas gishtit.